Prej 101 ditësh, Erion Veliaj dhe Mero Baze vijojnë të mashtrojnë opinionin publik me pretendimet dhe akuzat e tyre ndaj prokurorit Ols Dado. Veliaj dhe Mero Baze kanë gënjur duke thënë se prokurori Ols Dado ka kërkuar një shtesë mbi lejen e ndërtimit dhe kryebashkiaku e ka refuzuar, ndaj dhe ka nisur hetimet ndaj tij për hakmarrje dhe konflikt interesi. Një mashtrim publik ky që vijon prej 101 ditësh. As Erion Veliaj dhe as Mero Baze nuk e kanë publikuar as dokumentin me firmën e Ols Dados dhe refuzimin me firmën e kryebashkiakut. Mero Baze dhe Erion Veliaj gënjeshtrat dhe mashtrimin e kryejnë si një sulm ndaj drejtësisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve. CNA ka kërkuar për 101 ditë që të publikohet dokumenti me firmën e prokurorit dhe refuzimin me firmën e kryebashkiakut, por kërkesa nuk ekziston njësoj si inceneratori i Tiranës. Për 101 ditë kemi sjell pretendimet e pabazuara të Mero Bazes dhe Erion Veliajt ndaj prokurorit Ols Dados. Pretendimet e Veliajt. Në pikën 135 Veliaj thot se prokurori Ols Dado ka marrë një leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës dhe pastaj ka kërkuar një shtesë mbi atë me leje dhe kjo i është refuzuar, ndërsa në pikën 136 të dokumentit pa vull dhe pa firmë, Erioni e trajton këtë si një çështje hakmarrjeje nga ana e prokurorit Ols Dado, sepse sipas tij nuk i është dhënë leja e ndërtimit për shtesën pasi ka bërë një kërkesë. Pse nuk e nxjerr Veliaj dokumentin me firmën e Ols Dados dhe refuzimin me firmën e Erion Veliajt? Fakti është se Erion Veliaj, kryebashkiaku, ka 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Veliaj është kapur 9 herë në korrupsion, në shpërdorim detyre, në pastrim të produkteve të veprës penale, të fshehjes së pasurisë, futjen e sendeve të ndaluara në qeli,